Vitin shkollor mezi e quan deri në fund, por se si do t'i dalin në krye të rijut ende nuk dihet. Kjo pasi që drejtoritë e arsimit në nivel vendi janë duke u përballur me mungesë të kuadrove për ligjërimin e lëndëve të shkencave të natyrës. Pothuajse shumica e komunave në Kosovë përballen me kuadrin deficitar në disa profile, konkretisht në drejtimin e matematikës që juve që përmendet. Dikun vërehet mungesë më e madhe, dikun më e vogël. Për të mos i lënë keq nxënësit, DKA-t kanë filluar të marrin masa në këtë drejtim. Tash kemi filluar me marrë punëtor ose mësimdhënësa të pakualifikuar, do të thonë që nuk e ka kualifikimin e nevojshëm për lëndën që duhet me ligjëru. Kjo është një problem i madh për sistemin arsimor dhe Ministria nuk ka bërë diçka që me subvencionu përveç me bursa, nuk ka marrë vendime të qëndrueshme. Ndryshe nga Lipjani, në Rahovec synohet të zbatohet një strategji krejt tjetër. Ne kemi kështu në politikë arsimore kemi paraqë që mësimdhënësit e rregullt tu lejohet që dalin pension e pak, tu lejohet ata që kanë shëndet vital, tu lejohet të punojnë në profesionin e tyre dhe për disa vite, qoftë edhe me gjysmë norme. Për të mësuar se çfarë çare do të gjejë Ministria e Arsimit për këtë problem, televizioni ka dërguar pyetje në këtë dikaster, veç se nuk mori përgjigje gjatë ditës.